Ka gjujt me gurë lista sërpska nuk ka asë një për ty në akuzë për jogore në gjekjes. Jo, s'to me vërë që s'janë banë kriminale e a e konë me ta bra, qka për ti ti? Jo, mëre. E ti ku për ti që s'janë? Unë e për di që ti këtë ti lidhje me ta. Edhe mund t'i thëmë kujtu. Edhe ti pra paske qenë që s'për din që s'kanë qenë. Me kë ka lidhje? Unë s'na hup ko. Me kë ka lidhje? Pa lidhje ku t'ju. Ato shatë. A optot. Po të këtë. Për zotë histeri e pa nevojshme, histeri e pa nevojshme. Sot se t'argumenti... Për zotin po. Bëtit që tash. Jo për ty ty. Jo me ne. Unë dhe në këtë zhurmin e madhe do t'a dëgjoj pasaj me shumë vëmendje. Zotin Zani, por e kam shumë të rëndësishme në këtë vëmendje tjerë zakonshme, t'ju ftoj që t'yni ta votoje votën.com. Votoj votën? Votoje votën.com. Është platforma e Bleron Baraliut, sepse po bëjmë matjet të sentimentit. Dhe nesër pastaj do të nxjerrim rezultatet përfundimtare për disa prej komunave dhe do të na mbani për fjalë nëse të dielën nuk do të dalë mirë. Do të jemi të parë që do të parashikojmë rezultat një ditë para zgjedhjeve. Dhe ju do ta ndjeni gjithë atë. Por ajo çfarë është e rëndësishme është që të gjithë ju të hyni tek votojevoten.com dhe të përshkruani profilin tuaj. Dhe faqja. Shumë e rëndësishme, po dhe faqja. Po. Nështë anë njerëzit janë ka kumë, e shinë me lezu. Nëse më lejon me i lezu 3 paragrafa në 3 nene... Tjetër, zotim Matosh, unë jam i thtar i momenteve kur ti lezon. Jo, më veç për ju të regoj. Neni 6.1, 2.2. Pika 2.2. Kandidati për në nënkretarët kuvendin gararët e deputetve të komuniteteve të tjera që nuk janë shumicë, propozohen nga shumica e deputetëve të komuniteteve të tjera që nuk janë shumicë. Pikë, që shkujmë të tjeta. Pika 109 e akte verdiktit. Sa i përket kushtit e parë, gjykata verën se kushtetuta, në paragrafin të 3.67, në mënyrë të qartë, përcakton se e drejta për të propozu 3 kandidat për nënkryetarit akon ekskluzivisht 3 grupeve më të mëdha parlamentare. 3 grup, pse nuk ka nisma, pse nuk ka aleanca nënkryetarit. Ai kuptoni për ju shqiptu se apo veç i një këtu me shpoll tradhtor, nëse him në debatin që shka ilu Mira Abdigjiku, kush është tradhtor, kush është patriot, unë e di kush është tradhtor e patriot, edhe për i tyne. Më falli. Edhe tash, me qitë një popull të tonë, 1 milion shpirta, 1 milion e gjys, me qitë ndaj thitje, me shkaravit kushtetutën e vetë që u fitu me gjake, me njerëz, dhe me alatet tënë. Edhe ju me orë këtu me umunu, me justifiku suspendimin e kushtetusa, na jemi veç demokraci kushtetuse, s'kep që të sanë që na monë. S'kep, dhe që edhe pikën e fundit pja lezoj dhe unë e mbarova. Në për procedurën, kryetari i kuvendit kërkon nga deputetët bla bla bla, në rast të mos propozimit, dëgjoni. Të kandidatëve, si pas paragrafit 6, ti neni, propozimi i kandidatëve bëhet me shart në prani të deputetëve të komunitetit përkatës. Kjo procedurë administrohet nga kryetari i kuvendit. Nëse ata nuk propozojnë, ata e kanë propozu nën herë, nën e vetë e kanë propozu. Prandaj, me dollë, me 2 këmbë, me shkel kushtetutën e vetë më onë, mire ka këj, mire ka haj, me shpollë sëvët mire sëvët që, kush që një mërë ju, me shpollë sëvët mire sëvët që, sëvë Kosovës, që e pranon shtetin, faliminderë, që se pranon shtetin, le shkon më let jetë në Serbi, se kom në pitër. Po s'po shkojnë, edhe s'pe pranon edhe s'po shkojnë. Edhe dyta, zote Abeti, e konsideroj kritë pa nevojshme gjithë këtë britën, gjithë këtë zhurmë pa nevojshme, kur kuvendi Kosovës ma fund është konstituu, vëmendja duhet kthehet këtu, ne kemi... Konstituuar si pas qështë? është konstituuar, kemi hyrë në mandate tashmë. Po dhe ju në kalu me këtonë qështu, po gjykota ta gjëj. Herën e parë është konstituuar. Ata gjëj gjykota. Në regull është sepse gjykota ka këtë drejtim të ki me zhurmën tonë. Do të për të kësaj, kemi
respektuar Po më vonë. Është respektuar vendimi i gjykatës kushtetuese, ka vazhduar me procedura. Gjithashtu kushtetuta e Republikës Kosovë. Ai saktëson. Absolutisht. Hajde zani. Jo veç edhe një pyetje kam. Ai saktëson kushtetuta e Republikës Kosovës ndaj deputetit nuk do të ushtrohet presion. Deputeti ka të drejtë të votojë pro, kundër ose të abstenojë. S'kan dashur të votojnë